Ish diplomati kosovar Blerime Canaj në një intervistë për Ekonomia Online ka deklaruar se Kosovës nuk I nevojitet në zgjedhje të reja, por sipas tij, ato mund të bëhen të pashmangshme për shkak të krizës politike dhe mungesës së konsensusit për zgjedhjen e presidentit. Ai ka kritikuar edhe lidershipin aktual, duke thënë se vendi po drejtohet nga interesa personale dhe jo nga interesat e shtetit. Shqipëria Kosovës nuk I nevojitet në zgjedhje, mirë, po përderisa Kosova në ballë gjithmonë ka njerëz të papërgjithshëm të cilët zgjedhjet I mbajnë për shkak të egoeve personale, jo për të gjetur zgjidhje, natyrisht që mund të vazhdojmë kështu me një proces sikur në Bullgari, nga zgjedhjet në zgjedhje. Në fund të ditës e pam edhe nga intervista e presidentës, mbrëm duket ishte që thjesht gjithçka çka ka pasur të bëj deri më tani në qeverisje ka qenë kryesisht politika të cilat e kanë parë zakonisht të ardhmen e tyre personale, por jo që ka pasur ndonjë politik ku prioritet dhe primare ka pasur shtetin dhe shtetësinë. Që zgjedhjet janë të pashmangshme tani më, për shkak se ne e dim që 2 president janë propozuar, askush nuk ka disponim që të votoj president partijak. Në anën tjetër, kuvendit I duhen 80 deputet që qëndrojnë në sallë, në mënyrë që të dilet nga ky ngërç politik, mirë po partitë opozitare nuk kanë asnjë obligim që të qëndrojnë në sallë për të zgjedhur një president të cilin e imponon, ashtu të them, një parti politike, dhe në këtë kontekst mendoj që zgjedhjet janë të pashmangshme. Në anën tjetër, kur fletni për çështjet ndërkombëtare, natyrisht që për Kosovën janë të jetë rëndësishme, sidomos tash kur po I shohim këto ndryshimet e egra gjeopolitike, na duhet rreshtimi I duhur. Por në anën tjetër ne po e vrejmë që kemi edhe probleme ideologjike edhe në kontekstin e rreshtimit. Dhe pra po kthehem te intervista e presidentës, aty vrejtën ato farë dallimet ideologjike përpos këtyre ambicjeve personale dhe natyrisht që Kosova qëndron në një pozicion deri te të vështirë. Kujtojmë se Gjykata Kushtetuese ka vendosur një masë të përkohshme për pezullimin e dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Ky vendim vjen pas ankimimit të kryeministrit Albin Kurti në Gjykatën Kushtetuese, I cili kërkonte shpalljen të pavlefshme të dekretit të presidentes për shpërndarjen e kuvendit. Gjykata urdhëroi në pikën e 2 të vendimit që masa e përkohshme hyjë në fuqi me 9 mars 2026 me kohë zgjatje deri me 31 mars 2026. Presidentja Osmani nxori dekretin për shpërndarjen e kuvendit pasi presidenti I ri nuk u zgjoll deri në fund të ditës së enjte më 5 mars për shkak të mos dakordësisë mes palëve dhe mos arritjes së numrit të duhur të deputetëve për ta votuar.